ju gra keni që njës goblena, a i runi me kujtim goblenat. Goblenat realisht o kone pa mundur ti me u bo nuse e viteve të 90-ta, diri mas luftës, edhe mos me punu goblen. Më kujtohet si fëmi, kur e bëjshin motrat e tona shezin, kisha qef me participu pak, me qëndisje, por realisht e kanë vlerën edhe peshën e vetë. A mendon që kanë qenë humbje kohë pak? Ato i kanë bërë 2 në 1. Masdarke nuk kanë pas internet, o kanë gjendje me kqyr një serial, me kqyr televizion edhe me qëndis, kur janë kry punë të shtëpis. Në atë kohë shumica e grave nuk kanë punu punë administrative, po më në jashtë shtëpis. Edhe momentin kur janë konë brenda tash imagjinoje një të shtunë e një dilla e ki pushim, edhe çka jenë gjendje me baj, jenë gjendje me dale, me shëtite, me kry punë të shtëpis, po me pas qatë rutinë në vazhdimsi edhe gjithmonë, natyrisht që del kohë për një kreativitet. Kështu që kjo ka kreativiteti i kohës, o ka një mënyrë përmes se kanë shprej artin edhe, po menoj që për to në rrethonat aty da kanë idealja. Sot me punu goblen, po besojmë që të qetëson aspektin psikologjik. Unë kom punu dimrit me krabza, i kom punu doshalla e më knaq. Nëse një pjesë më kanë mbet në gjys, do i kom përfundu. Po menoj që ajo është një farë relaksimi, një farë qetësie shpirtore. Aty mbrana sa shkurtina tregoj është një që e ka bu nana eme dhe e ka marrë ato e ruj me fanatizëm.